të lutem. Unë kam shumë nevojë për ty. Ti je modelja ime ideale. Çfarë the? Modelja ideale? Më fal, për të bërë çfarë? Nuk të kuptoj. E bëri me mua, por nuk pati sukses. Do vetëm që të bësh modelen teksa të lyen. Kjo për mua nuk është një lojë. Shiko se unë e kam seriozisht. Dhe nëse flet kështu më fyen. Thjesht dua të shpreh gjithë imagjinatën time dhe profesionalizmin për makjazhin dhe modën. Makjazhin dhe modën? Pikërisht. E Shikoni provova me website-in Lucian, nëse por po nuk është në lartësinë e duhur. Më beso, tek ajo talenti im shkon dëm. Por me ty është ndryshe. Dhe serialet tona dublim në shi. Tada! Priti një minutë, dua ta kuptoj, do që të vesh atë fustan? Aha. Më vjen keq, por nuk mundem, dhe gjithashtu s'kam kohë për marrëzi të tilla. Jo, prit pak, Rina, mos u largo. No, lëre fare. Kajto! Kush e di nëse Kajto si pëlqejnë vajzat e veshura sipas modës? Do të doja të kisha diçka që do t'i binte në sy. Kush e di se çfarë i pëlqen? Një veshje më femërore apo një më sportive? Ç'kemi, shiko kush qën ka. Oh, ç'kemi Rina? S'ma merrte mendja se do të gjeja këtu. E po ja, erdha të bëj një xhiro. Doja t'i hidhja një sy libraris në katin e sipër. Kurse ti ka ardhur këtu për të bërë pazar? Çfarë? Jo, s'është ashtu. E di, të kam pak zili. Ty të ri mirë çdo gjë që vesh. Po tallish gjë, unë vesh çfarë të më dal përpara. Mua moda nuk më intereson as pak. Më vjen keq, sepse ke një trup prej modeleje. Nuk po arrit të gjej njeriun e duhur. Me siguri këtë vit nuk do mund të marr pjesë në konkurs. Ej ti, më fal pak. Më duhet një modele